Ke pasur shgënjim? Pritshmëri ndoshta të caktuara nga njerëz saktuar të cilët mund të jenë zhdukur në një moment saktuar? Po, ka patur të. Ke pasur njerëz? Është interesante që të ndodh me ata që ke më afër dhe mbështetje më të madhe merr nga ata që ke më larg. Po të vjen natyrshëm kjo gjë. Që ti thua pse mua. Po siç e thash, duke njohur shumë njerëz, duke njohur shumë eksperjenca, dhe unë besoj në Zot, kështu që ata që besojnë në Zot kanë një ndihmë shumë më të madhe, nuk e di se si e përballojnë ata që nuk besojnë në Zot. E zeza është dy mënyra. Para është tradit, se ne e kemi pjesë të traditët, e dyta është ndjesi. Është një lloj ndjesie që kur mbaron pjesa e traditës, ti jo e ke ose ke, dhe unë mendoj se nuk duhet secili prej nesh duhet bëj atë që ndjen. Për fat keq unë e kam ende si ndjesi, të cilën nuk do ta bëj edhe për shumë dhe nuk do të jetë për mua, po nuk do ta bëj edhe për shumë sepse ma kanë kërkuar fëmijët e mi. Në fakt ti po punon që në një perspektivë, në një moment të jesh vërtet e lumtur apo ke ngecur në këtë situatë që të t'jesh diga për fëmijët e tu, të bësh gjithë detyrimet edhe ta lësh e lirën pak pastore? E kam lënë sepse gratë shqiptare bëjnë gjithkohën këtë gjën, dhe këtë duhet ta themi dhe bëjmë gabim, por e kam lënë sepse un kam një moment që mendoj se fëmijët duhet të jenë prioritet. Erdhe në këtë podcast sot, na solle këto lulet i solli Klera Krepani sot. Ne bashkë me Mokun, me bashkëpunëtorin tim i vendosëm në këto dy vazo, edhe na solle diellin këtu brenda. Sepse ti kudo ku shkon çon diell. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.